Rreth 50 veteranë të luftës së 2001-shit nga rajoni Kumanovës dhe Likovës kanë protestuar para selisë së Bashkimit Demokratik për Integrim për shkak të gjendjes së rëndë të tyre ekonomike. Ata kanë theksuar se 14 vite pas përfundimit të konfliktit janë lënë në mëshirë të fatit dhe nuk është përkujdesur askush, madje ata si çështje prioritare e kanë punësimin. Ish ushtarët e UÇK si kanë dorëzuar sot kreut të BDI-s Ali Ahmetit një listë me të gjithë ata që luftuan në konfliktin e 2001-shit, që ende sot e kësaj dite janë të papunë dhe të pasocializuar, pavarësisht se rehabilitimi i tyre parashikohet nga marrëveshja e orit. Veteranët krahas neglizhencës po ashtu janë të revoltuar edhe nga kryetari i BDI-s Ali Ahmeti, i cili nuk u ka caktuar takim për të biseduar për problemet e tyre. Sipas tyre, këtë po e bën BDI edhe pse vite me radhë thirret si parti e luftës së 2001-shit. Para 2 javë kemi bërë kërkesë për një takim në të cilin do të paraqitet kërkesa jonë, e cila është shumë modeste, shumë është natyrshme dhe është domethënë minimale, që veteranët e luftës së 2001-shit të komunës Kumanovës, Likovës dhe Kaat Gostivarit, edhe ndoshta komunave tjera, që nuk janë përfshirë në procesin e punësimit, gjithsesi integrimi dhe risocializimi i tyre ka qenë pjesë e marrëveshjes Ohrit, e cila është garantuar nga faktori ndërkombëtar, janë lishuar me 500 milionë euro për implementimin e kësaj marrëveshje, e cila dashur më kri në vitin 2004 dhe ende vazhdon problemi ynë të zhagitit kështu, dhe numri nuk është i vogël, është shumë i madh që kemi me të papunë, do thotë në vend ton janë punësuar njerëz tjerë nëpërmes lidhjeve dhe kanaleve partijake, farefisnore, ndoshta edhe mito dikush ka thënë, nuk e dim ne, ka institucione që duhet ta hulumtojnë, por e vërteta është se ne kemi me të rrugëve, jemi të brellë pa punë, shokët e tonë një numër i madh shumë kanë ikur nga Maqedonia në vendet perëndimore për të kërkuar qare, dhe ne sot jemi këtu ku jemi. Mendojmë se kjo është shumë e qartë, është e ditur dhe është diçka minimale të cilën duhet ish komandanti jon Ali Ahmeti, partia që janë pushtet që 10 apo 12 vite, që është thirrë non stop në luftën e 2001-shit, në veprën e këtyre njerëzve, në luftën e pastër që kemi bën për popullin tonë këtu edhe për tërë Maqedoninë, pra adesht krijet ki problem ma herët jo të mbetet deri tash, mendojmë se është kohë e fundit, më nuk kemi çfarë me pritet. Në kërkuesin e fundit janë punësuar 180 persona. Nga ato 180 vetëm 4 ose 5, nuk jam shumë i sigurt, 4 ose 5 janë pranuar nga ushtarët. Dhe në raste vazhdojnë me këtë dinamik kështu, ne veteranë duhet me prit një 50 vjet derisa të na vinë reni mu punësu gjithëve. Ata theksojnë se edhe në të ardhmen do të vazhdojnë të shprehin pakënaqësinë e tyre në forma të ndryshme, madje nuk përjashtojnë për shkallëzimin e situatës. Iniciativa jonë ka qenë vetëm Likovë dhe Kumanov, raste tjerë e kanë njëjtin problem, mendojnë që e kanë, edhe na mendojmë që e kanë, duhet na bashkangjiten. Po unë mendoj që nuk do të vinë deri aty me morë për masa më të mëdha, sepse këto e dinë se apo lëshim ndoshta, apo gabime ose janë bëkesh përdorime, duhet këto të përmirësojnë këto gjëra dhe ta zgjidhin sa më shpejt problemin. Raste vazhdon kështu, kam bindje se kanë morë për masa më të mëdha, domethënë shoqërore. Veteranët e UÇK-s nga rajoni i Kumanovës dhe Likovës nuk kanë pranuar që të qëndrojnë në bodrumin e selisë së BDI-s, por kanë qëndruar para selisë duke insistuar në takim me kreun e BDI-s. Kontakti vetëm i atyre ka qenë me përgjegjësit e sigurimit të kryetarit Ahmeti. Veteranët e konfliktit të 2001-shit thanë se janë ende në pritje të ftesës që Ahmetit i pres në takim. Ata thanë se nuk ka tërheqje nga kërkesat e tyre.